Ki ik nga ky fshatë? Ik nga ky fshat për arsye të kushës edhe ju si që shihni. Ky fshat ka qenë domethënë kohën e vet, jo se kemi nostalgji, por rrethanat që kanë ardhur, kthen se thuj kush je po kthe kokën mbrapa. Ka qenë fshati domethënë qendër. Të gjithë shërbimet që kanë nevojë njerëzit kanë qenë këtu. Shkollë fillore, 8 vjeçare, mesme. Edhe të mesme, edhe gjimnas. Po. Kjo këtu, kjo godina. Kjo godina këtu është sot ka ngel kështu, kjo është fytyra që tregon bashkinë. Kjo është. Fytyra që tregon bashkinë se kush është. Kush e drejton këtë vend, këtë popull. O gjithë bashkitë për atë punë, po kjo e fundit që Ne flasim për këtu këna djek. Po kjo sa kohë ka që është mbyll kjo shkollë? 6 vjet. këta fëmijë që shikon ti shkojnë në vështirësi, i qenë prindit nga këtu 12 km në Rozhin. Me këtë rrugë që ju e pat, ju falenderojmë ju si televizion, që vini për të ngritë hallat tona, për të shqetësimet tona, për të çuar atje, inshallah ngjojnë. Pa dashur ta zmadhoj, por në një moment ishte e rrezikshme për jetën. Në kot that. Po. Po në komishi si bëhet? Kjo punë vështirësi. Do fush, domthon çdo njeri sakrifikon për fëmijë. Po si kalojnë? Se nuk kalohet as me traktor, me atë traktorin atje rrezik s'kalohet. Ky fshat ka qenë 80 familje. Afërsisht 400-500 banor. Pa përmend zonën se ka qenë qendër, këtu kanë qenë gjithë fshatët vinin në shkollë. Po se është edhe ajo lagje që kaluam atje poshtë. Po, Friballie, Po, Thartori, Koçej, Damarkje, bile vinin edhe nga zona e Peqinit, te kjo të shkollë. Tiranës, të kjo shkollë. Se s'kishin, ishte pika më afër vinin këtu. Sot ka ngel shkret. Kanik është popullu vetëm nga shërbimet që nuk ka. E para është rruga, e dyta arsimi.